Selam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pasmi është sa puno që është ndërtuar nga ana e muslimanëve, kurse nga ana tjetër është xhamia, dhe vetëm kjo e ka emrin Yeni Xhami. Yeni Xhami është në mes të çarshisë në qytetin e Komotinit. Çarshia e cila i ngjan në çarshisë së Shkupit nga struktura dhe përkroja generalisht, afër çarshisë është edhe pazari. E kanë ndërtuar xhamin, por e kanë ndërtuar afër saj edhe Saat Kullën për me tregu rëndësinë e kohës dhe se këtë kohë që kemi duhet me mbush me adhurim dhe duhet me mbush me dije dhe punë të mira me cilat Allah do të jetë i kënaqur. Që të mos në vlerësohet koha e që të mos në vlerësohet edhe adhurimi dhe obligimi që kemi karshi Allahut Azza wa Jall. Dhe kjo është simbolika e Saat Kullave që i kanë ndërtuar muslimanët në çdo vend që kanë shku dhe kanë çliru, dhe simbolika tjetër edhe adhurimi që brenda kësaj kohe të mos habitemi dhe të mos hutohemi, por se t'ja dim hakun edhe Allahut Azza wa Jall, që askujt të mos i bëjmë padrejti në asnjë formë dhe mënyrë. Wassalamu alaikum.